Ziyad ibn Hudejr radhiyallahu anhu thot se më ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, hal ta'rifu ma yahdimu al-islam, ka thonë, a di se çka e rënon islamin, çka është ajo që e prish islamin? Qultu la, ky ka thonë nuk e di. Ka thonë, yahdimuhu zallatul alim, do të thonë islamin e prish dhe e rënon devijimi i dietarit, wa gjidalul munafiqi bil kitab, dhe polemizimi i munafikut me Kur'an, wa hukmul a'immatil mudillin, dhe sundimi i udhëheqësve devijues. Këtë gjithashtu thotë e transmeton Darimiu. Pra, këtu Omeri radhiyallahu anhu i tregon këto tre shkaqe, të cilat e prishin islamin dhe e rënojnë fenë. Këto shkaqe që janë, do të thonë, shkatruese për umetin dhe për fetarinë e njerëzve. Shkaku i parë, zellatul alim, do të thonë devijimi ose rrëshqitja e dietarit. Ka mundësi që bëhet fjalë ose për dietar të rrejshëm, si ata që i përmend Abdullah ibn Mas'ud, të cilët e mësojnë fenë për dunja ose kanë mësuar përmend, po nuk kanë marrë kuptim, ose është edhe dietari i vërtet, do të thonë dietari sinqert, dietar rabbani, nuk ka mundësi që mos gaboj dikush prej dietarëve. Dhe pasi dietarët janë njerëz, edhe secili prej bijve të Ademit gabon, dhe ata gabimtarët më të mirë janë ata të cilët pendohen shumë. Por ky gabim i dietarit, kur është i rrezikshëm dhe kur është shkak për prishjen dhe rënimin e islamit? Atëherë kur njerëzit janë fanatik ndaj fjalëve të dietarit, edhe e marrin secilën fjalë të atij, pa marrë parasysh se është saktë ose gabim. Edhe ka disa njerëz që të vërtetën e lidhin me një person. Edhe thonë, çka thot filani është e vërtetë, çka nuk thot filani nuk është e vërtetë. Edhe këtë e shohim gjithashtu, si tham, ose në këtë mënyrë i ndjekin dietarët e devijuar, do të thënë ata të cilët kanë dituri pa nuk kanë kuptim, ose kanë marrë diturinë për interesa dunjas, ose edhe fanatizmi ndaj dietarëve të vërtet. Asnjëherë asnjë lloj fanatizmit nuk është i lejuar në Islam. Do të thënë jemi fanatik në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit dhe atë që është rruga e sahabeve. Kurse fanatizmi për një person të caktuar nuk është i lejuar në Islam asnjëherë. Edhe pra fanatizëm që do të thotë të ndiqet njeriu edhe në atë që qëllon edhe në atë që gabon. Do të thënë nuk lejohet asnjëherë. Dhe kjo është ajo që më shumti e prish fenë të njerëzit. Do të thonë devijimi ose rrëshqitja e dietarit, prandaj edhe kjo e tregon përgjegjësinë e madhe të dietarit kur përgjigjet. Pra përgjigjja, fetvaja ose sqarimi, do të thonë është përgjegjësi shumë e madhe. Edhe do të thonë përgjegjësi për cilën do të pyetet para Allahut subhanahu wa taala, prandaj njeriu duhet të ketë shumë kujdes se çka flet për në emër të fesë. Do të thonë duhet të ketë kujdes që ta flasë vetëm atë që e ka mësuar me të vërtetë dhe që e di, do të thonë me argumente dhe me sqarime të dietarëve të mëparshëm, dhe jo do të thonë të flasë nga hamendja, sepse mund të bëjë një rrëshqitje që për shkak të asaj rrëshqitje devijojnë njerëz të shumt, edhe atëherë barra e devijimit mbetet mbi atë që e ka filluar devijimin. Dhe shkaku tjetër, ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, që shkaku tjetër që e prish islamin është gjidalul munafiqi bil kitab. Do të thonë munafiku që polemizon me Kur'an. Do të thonë munafik kujt i thuhet? Ai njeri që është në kufër dhe që shtiret si musliman. Do të thonë në të dukshmen e shfaq islamin kurse në zemër e mban kufrin. Ky quhet munafik. Do të thonë dhe këta njerëz në shumicën e rasteve, do të thonë duan që ta shkatrojnë islamin, edhe të shkatrojnë muslimant. Dhe këta njerëz edhe mësojnë shumë prej fesë, edhe mësojnë prej, ka mundësi ndoshta edhe din Kur'anin përmendsh,
edhe pastaj dalin dhe polemizojnë me njerëzit në bazë të ajeteve. Duke mos i marrë kuptimin e ajeteve, si tham, me kuptim të saktë, sipas sunetit, sipas kuptimit të sahabeve, sipas sqarimeve të dietarëve, edhe u fusin dyshime njerëzve me ajete, do thotë që i sjellin jo në vendin e vet dhe jo sipas kuptimit të saktë. Edhe kjo është prej rreziqeve më të mëdha për muslimanët që duhet të ruhen dhe prandaj duhet ta marrin diturinë nga njerëz e besuar, do të thënë ata që janë vërtetuar si dietar, edhe në aspektin që kanë mësuar të dietarët, edhe në aspektin që kanë kontribuar për Islamin, me të vërtetë, dhe që umeti ka dëshmuar për ta se janë dietar, do të thënë merren këto çështje prej këtyre dietarëve dhe jo prej munafikëve, siç është thënë alimul lisan, do të thënë me gjuhë të ditur, jo me zemër të ditur, por që e ka gjuhën plot me dituri, por zemrën të prishur me devijime. Edhe shkaku i tretë, ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, wa hukmu al-a'immatil mudillin, edhe gjithashtu sundimi i udhëheqësve devijues. Nëse udhëheqësi ose pushtetari është që do devijimin edhe do shkatrimin e Islamit, do të thënë ai është që më shumë ti mund të ndikojë, sepse njerëzit e ndjekin, dikush nga frika, dikush nga dëshira për të fituar te pushtetari, edhe për këtë shkak do të thënë ndodh që humbin shumë çështje të fesë, edhe kjo është prej shkaqeve që e prish dhe dobëson fenë, dhe ky është paralajmërim që muslimanët të kenë kujdes që fenë ta ruajnë në zemrat e tyre dhe në praktikën e tyre, të marrë nga dietarët e vërtetë dhe sipas Kuranit dhe Sunetit me kuptimin e sahabëve.